Dhe nëse do të tetosha se lodgja jote nuk vjen nga mosha, por nga një energji që e ka mbetur e vjetur brenda tegje. Shume, pas moshes së 60 vjeçare, në ngjeshne se forka po shuhet, se gjeta po behet me e rende, si ta ishte koha ajo ke kishte fqalen e fundit. Por ekziston një kendrim i lashtej, i heshtur dhe i shenjte i afte të rihape energjine tende qëtesore, të kete sogje mendjen tende dhe ti këtëgje drite trupit tend pa u levisur nga vendi. Ki njohuri eshte ruashtur per shekuj, dhe sekreti i ti zbulohet vetëm në fand. Nëse shpirti i të nxen se ki mesazh shtet herret, këndro me mua deri në sekondan e fandit. Dhe shkruaj në komentet, energia i me pozgjohet. Në malet i Songshan, para se djelit e prekte të mpusht, murgjë shkonin në heshqe për të veshguar natyren. Nuk kërkonin forse fizike, kërkonin sekretin e shetes se zgjatur. Gjate brezave studiuan gruan i bardhe. Verejtën diçka të i pamundur për të injoruar, ndërsa kryesat e qera plaken. Gruaja dukej se jeton të nenja hirte i perjetëshem. Precajze, serine, i karte. Mesuesit kuptuan se sekreti i saj nuk ishte në levizje, por në djenë se si te kendronte e palevizur. Kur gruaja pushon të mbinja kembe, diçka ndryshon të në trupin e saj. Fryme margja e saj behej me e ngadalshme. Sita e saj, me te pranishem. Sita ishte që do keliza e dinte saktasisht të qfare të bente. Murgjë shikonin se në ate ketesi nuk kishte lufte, nuk kishte përpjekje. Fetem një pranit e tele, si te ishte shpendi duke pire nga një burim të padukshem. Kaluan vite duke studuar ate moment. Nuk shikonin vetem. Angjenin. Imitonin. Përpikeshin të kuptonin nga trupi i tyre ate ke grugja bente pa e menduar. Dhe ne ate proses, diçka filloj të zbulonte. Zbuluan se kur gruaja mbeshtes të gjithe peshen, e sa nengje kembe, e gjithe energjia, e sa gjetesore per kendrohej, në një pikete të helle të kendres së saj. Murgjit e kuashten atë vend pallati i esences originali. Nuk ishte anatomi, ishte diçka me delikate. Gjej vend ku vete, gjeta dukej se banonte me shume forse. A gje trupin dalonte se shperdoruari energjini tensione te panevojshme dhe filonte ta perdorte ate per telbesorn. Të riparoheshin, të ekuilibroheshin, të rinovoheshin. Ata e panengjegje qeter. Kur ata vete përpikeshin ta kendronin në njekembe, ne filim dridheshin. Mengjam bushej me frike nga renia, por nese kendronin, nese mernin frime, nese besonin, ndot të diçka e gjashtë zakonshme, frika shperbehej, trupi gjete gje ekuilibrin e tin. Dhe ne atë sast, ndjenin gje kartesi mendoreke nuk e kishin përgjetuar, per vite me radhe meditimit e ullur. Ishin si ta ishte trupi, duke u detiruar të përkendrohet në atë piketeve të me mbështetje, të leshon të gjithë shka qeter. Shkeketesime, kushtime, plane, gjithë shka zhdukej. Dhe ajo ke mbetej ishte prania e paster. Nga ajo vezgim lindi një pozita e shenjte, grula e arte. Nuk ishte vete mushtrim. Ishte një portal drejt kendrueshme risese brendshme. Një mënyre për ta imituar mensurine ke natira e njëjtë tashme. Sepse murgjit dinin diçka ke ne e kemi harruar. Se trupi njerëzor nuk ka nevojë të detirohet për të shëruar. Ai vetëm ka nevojë të kushtojë se si ta bëjë këte. Ki njohuri transmetohej vetëm të dishe pujtë përgatitur. Jo për shkak të sekretizmit, por për respekt. Sepse ata kuptonin se fukia e vërtetë nuk ishte të mundesh kohen, por ta të i kalosh atë. Nuk ishte të gjetosh me shumë vite, por të gjetosh që do dite nga njeven me të tëlle, me të vërtetë me të ndin. Dhe ata dinin gjithashtu se kjo praktike nuk ishte për të gjithhe. Jo sepse ishte e veshtire, por sepse kërkonte diçka ke shumë kishin hëmbur, nga të shmerën e për të dëgjuar, për të këndruar i këte, për të besuar se trupi ka menqurine i tish, me të lashte dhe me të tële se qdo mendim. Nëse ndihesh se shpirti it e njekete origjine, shkruash, i kuqtoj menqurine i lashte. Ndoshta të veshtire son këqumi, ndoshta trupi it lodhet me shpajt, ndoshta në gjen një shketesim ke nuk e di si ta shpjegosh. Nuk eshte plakgje, ashta shkepuqe, me legjot e të shpjegoj se qfare pondot vërtet. Energjia jote vitale rjedh si një lume i padukshem. Kur ai lume blokohet, mendja shketesohet, trupi do besohet, shpirti trishtohet, por qfare do të thote vërtet kjo. Imagjino se kalon gjithë ditën duke menduar per atë që duhet bere.
perate ke shkoj kek gje, perate ke mund të ndo të neser, mendja jote nuk pushun. Dhe kur mendja nuk pushun, frime margja jote behet e qeket. Perdor vetëm pjesën e si permite mushkerive tua. Agjri hindhe del shpejt, nervoz, si që të ishte trupijat ne ikgje nga diqka. Ajo frime margje e shkurterit hote trupit ten se ka rezik, se diqka nuk shkon mire. Atëherë zemra jote reme shpejt, muskut tua që tensionohen. Energjia jote shperndahet duke u perpje kur të tembrogje nga nje kercenim ke nuk eksiston, dhe kjo nuk ndot vetem kur je ishket e suar. Ndot ndjersa gatuan, ndjersa e qen, ndjersa flet me dike. Trupi e gjeton në nje gjenje alarmit e vazhdueshëm ke as nuk e veren. Ka bere forme tende normale të eksistences, vite tensioni, frymemarrje të shkurtra, mendime pa pushim. Dhe nga dale, ham kontaktin me kendrën tende me të tele, ate pike të shenjte poshtebelit ku gjeton energjia jote originale. Kur humbat e kontakt, gjeta jote humbet rëngje. Shte si të gjetosh vetem në kokën tende. Mendimet e tua rotulohen dhe rotulohen, por trupi e eshte atje poshta, i harruar, i lodhur, duke pritur këtë këtë heshperta dhe gjuar per seri. Mendo per heren e fundit kur vërtet njeve kembet e tua ke preknin token, nuk e teve vetem, por njeve kontaktin, teksturen, peshen, ndoshta nuk e mban mend, sepse ke kaluar vite duke gjetuar nga kafa lartë, duke menduar, duke ushketesuar, duke kushtuar, duke planifikuar, por pa e banuar vërtet trupin tend. Atëherë shfaken pak gjumesja, angti, në gjengja e humgje se diçka gjet helbesore. Ajo në gjengje ke diçka mungon, por nuk e di se qfare. Kjo me pare ndiheshe me ikgjalle, por nuk e kushton se kur ishte hera e fundit. Ndoshta i man mend momenten e rinin e tende kur gjithçka ishte me e lehte, kur trupi e thjesht funksiononte, kur nuk duheshte mendosh per që do levizje. Dhe mendon se kjo u hëmb me kalimin e viteve, por nuk u hëmb. Thjesht u fshehnen shtresa tensionit e akumuluar, nuk gjane shenjat e fundit, gjane thirgje per këthim. Trupi e të pote kërkon të ekthehesh në shtepi, të rikthehesh në kendren tënde, të ndalosh se gjetuari nga ngësitimi, nga frika, nga shketesimi i vazhdueshëm, të rikthehesh në gjete nga ketesja, nga prania, nga event ku energjia jote rgjet pa pengesa. Dështë një ftese, jo një danim, trupi jet nuk po të braktis, a i po të pret, me durim të pafund, gati për të pritur përsëri në momentin ke vendos të kthehesh. Nëse e degjon atë të hirgje shkruaj, zgjid të kthehem në ekuiliber. Ja e vërteta kjo e transformon gjithçka. Trupi jot nuk është vetëm materje, lështa energjinë lëvizje, vibrim, ndërgjegje, por kjo nuk është vetëm një koncept i bukur. Është diçka që mund ta ndjesh tani, mbyll sytë për një moment, çogjeve me ngjën të duar, mos i lëviz, thjesht ngje. Ai ngjen atë ngjësi të lehtë shpimi, ajo ngjësi ngrohtësje gjete, ajo është energjia jote, ka kenek gjithmonë ati, por ralle i kushton vëmendje, tani çogje atë vëmendje të gjoksiit, ngjësi ngrihet dhe bie me çdo frymëmarrje. Ajo ngjësi nuk është vetëm ajer ke hindhe del, jo është jetë ke rjedh, jo është trupi jetë ke ta kushton, me çdo frymëmarrje, se gjegjalle, se gjeketu, se ende ka kohe. Kur mendja jote, zemra jote dhe trupi jetë vibriojne, ne të ngjeshten frekuense, vitaliteti jetë zgjohet. Murgjit kuptuan se mbaqtja e trupit në ketesiteve të dieshme mbingje ke mbedetiron energjinet e shperndare të kthehet në origjinen e saj. Mendon e te. Kur kendron mbingje kembe, trupi jetë nuk mund të lejoje shper kendrim. Nuk mund të mendoje për të kaluaren ose të ardhmen. Duhet të jetë plotesisht i pranishem, ketu, tani, në këtë ekuiliber të brishta dhe të shenjte. Shishta i pamundur të mbash ekuilibrin dersa mendja jote endet. E pamundur. Trupi i të këtën në momentin e tanishem në menyren me të thjeshtë dhe direkte kë eksiston. Duke të bere të ndihesh qëdo muskull, qëdo përshtatje, qëdo dridhje të vogel. No atë sast, mendja këtë sohet. Dialogu i brendshëm ndalon, e bisedim i vazhdueshëm këtë shokeron gjithë ditën, ajo se ke kritikon, ke dishon, ke planifikon, ke kushton, hesht. Dhe kur ajo se hesht, diçka me e thelle merë drejtimin, shpirtijit. Ai e kushton disazhnin original të trupit ten. I peshperit se si te riparohesh, si ta ekuilibrosh, si te kthehesh në harmoni. Nuk ke nevojë ta kuptosh me mendjen,
Në fakt, mendja vetëm e pengon këtu. Ajo që duhet është ta lexosh. Të besosh se trupi yt di më shumë se sa mendon. Se ka miliona vjet mençurinë që do ke lize. Se mund të shërohet, rinovohet, ekuilibrohet, nëse të është ndalon se ndjerpreri me angtin dhe nësitimin tënd. Mendo për kete. Kur të preri, nuk ke nevojë ti të huash lëkures tënde si të shërohet. Trupi yt tashmë e di. Kur ha, nuk ke nevojë ti shpjegosh stomakut tënd si të digjeroje. Trupi yt tashmë e di. Në të njëjtën mënyrë, kur hin në këtesi të vetë dëshme. Trupi yt di si të ekuilibrohet, si të rikthehet, si të kthehet në vitalitet. Nuk është vetëm një ushtrim. Është një teknologji shpirtërore e lashtë për të rishkruar energjinë tënde nga brenda. Çdo herë që hin në atë këtesi, po dërgon një sinjal në çdo pjesë të kenis tënde. Po tua, që tu jam. Present. I besueshëm. I gatshëm për të dëgjuar. Dhe trupi yt përgjigjet. Gjithmonë përgjigjet. Sepse trupi yt nuk te ka praktisur. Kurre nuk e ka bërë. Gjetja e ke ka ndaluar se dëgjuaria te. Dhe kjo pozita, gjo këtesi e shenjte. Është forma me i drejt për të hapur përsëri atë kanal komunikimi. Nëse kjo shpertim hap diçka në të shkruajë. Shpirti im udhahek trupin tim. Gjej një vend në këtesi. Vendos kembet mbitoke. Ndihmo se si toka të mbeshtet. Nuk është vetëm një imazh poetik. Në të vërtetën gjë kontaktin. Fortesine. Toka ka kene këtuk gjithmone. Nuk nëksitohet. Nuk dishon. Ti është mbeshtet. Legjo ke ajo të mbeshtese edhe ti. Shtip butesisht kembet e tua mbitoke. Ndihmo si toka shtip mbrapsht. Ai kontakt është real. Ishte lidhja jote me diçka me të mëdhëseti. Diçka stabile. Diçka në të cilën mund të besosh. Shtrigje butesisht kolonën tënde. Merë fryme të le. Legjo ke ajri të arigje deri në abdomenin tënd. Mos e detiro asgjë. Tjeshtëftu ajrin të zbrese. Ndihmo si barku i cmat hohet. Si mbushet. Si ta ishe duke mbushur një ene të shëngjete. Ndoshta në fillim ndihesh se ajri arin vetëm deri në gjoksin tënd. Shte në rregull. Ke vite ke po merë fryme në mënyre si përfakesor. Trupi yt ka nevojë të kushtoje si të marrë frymet helle. Vendos një dorë mbi barkun tënd. Ndihmo se si leviz, edhe nëse është pak. Ajo zgjerim i vogël është fillimi i gjithçkaje. Tani transfero peshen tënde në nxjerrin nga këmbët e tua. Beja të malin tënd. Rengjen tënde. Ndihmo se si gjithë energjia jote zbret drejt atij këmbe. Imagjino rengjet që rriten nga planta jote, duke u teluar në toke. Ajo këmbe nuk të mbeshtet vetëm. Të lidh. Të ankoron. Mos u nëksito. Merkohen që të nevojjitet për të ndjere se pesha jote është plotësisht e mbështetur në atë këmbe. Kë i beson asaj. Kë disfare po ben. Kur ta gjesh gati, ngre këmben që të erë vetëm disa centimetra. Nuk ka rendësi lartësia. Ka rendësi kellimi. Si mund të ngritesh vetëm hilin nga toka, është në rregull. Nëse këmben tënde sapo e hek, është në rregull. Nuk gjeketu për të provuar asgjë askujt. Gjeketu për të nxjerrë përsëri trupin tënd. Dhe nëse në fillim nuk mund të ngritesh fare këmben, thjesht të transferu me shumë peshe në nxje këmben derisa tjetra pushon lehtë mbi toke. Përfitimi nuk është në lartësi. Ishte në kellimin për të përqendruar energjinë tënde në një pikë të vetme. Shtri duart të tua butesisht, si krahet e hapur drejt horizontit. Endje hapësirën përreth teje. Endje si duart të tua shtrihen, duke krigjuar gjeresi. Si të ishe duke përkafuar të gjithë jetën tënde, të gjithë rrugën tënde, gjithçka kegje. Duart e tua nuk janë të tensionuara, nuk janë të detiruara, thjesht fluturojnë. Si krahet e gruas që pushon me bijere pa përpjekje. Nëse dridhesh, buze kesh. Trupi yt po zgjohet kushtimet e harruara. Trembja nuk është dobesi. Është bisede. Trupi yt po kujton se si të balansohet. Po gjen muskoj që kishe harruar, por ndërton besimin në forcën e tij. Me çdo trembje, trupi yt po mëson, po përshtatet, po bëhet më i mensur. Prandaj, mos lufto kundër trembjes. Merr frymë tele. I busekesh. Është shenja që diçka po ndryshon. Tani imagjino një dritë të artë që lind në gjoksin tënd. Me çdo frymë marrje, ajo zgjerohet.
Me qëdo një kësherje frime, kete somen gjën tënde. A gjo drite nuk eshte fantazi. Në shteve men gja gjote. Dhia ti ku e vendos ve men gjen. Energia gjote rjed. Prandaj lejo ke a gjo drite i arte te mbushe gjoksin tënd. Te zbresen e abdomenin tënd. Te rezato jene duar, kembe, koke. Njësi ajo drite ngrosh do pjese tëndin. Si arin në vende ke ishin të aftohta, të harruara, të fjetura. Dhe si pak nga pak, ato vende filojnë të zgjojnë. Këndro per disa sekonda. Vetem prani. Vetem gjeta. Mos numero. Mos mat. Thjesht ngje. Ki moment eshte i jeti. Askush nuk mund të mare ate nga ty. Nëse mund të këndrosh 10 sekonda, e mrekullueshme. Nëse mund të këndrosh vetëm 3, po ashtu e mrekullueshme. E rëndësishme nuk i eshte sa kohë e mban. Shteke e bere, kjo ide vetes atë moment. Kë zgjode të kthehesh në trupin tën. Pasta gjul kemben gadale. Vendos duart mbi abdomenin tën. Falendero trupin tën. Falendero energjinë tënde. Falendero mesuesit i lashte. Kjo falenderim nuk eshte formalitet. Shërështe njohgje, po njeh se diçka i shenjte sapo ka ndodhur. Kjo ide vetes një dhurate. Ke u ktheve, edhe nëse eshte per disa sekonda, në shtepi. Ti a gjo rikthim. Se i shkur të erkofte, ndryshon diçka në ty, lenja shenjë. Gje kushtim se jeshta i mundur, se trupi e të ndet e dakjon, se vitaliteti nuk i ku, tjesht po priste. Nëse i pranon kete ritual në gjetën të ndeshkruaj, beso në energjinë time. Me praktiken, diçka ndryshon, frima jote behet etele, zemra jote ketesohet, mendja jote kartesohet, por nuk ndodhe pa pritur. Nuk eshte magje me njëhershme. Është me e hole se kak, me e vërtete. Në filim, ndoshta vetëm verën se flipak me mire, ose se një pas dite, pa ndonjë arshe te dukshme, ndiheshme pak i tensionuar. Shkendi gjate vogla, si njale kjo diçka brenda po ndryshon drejtim. Ndoshta një dite e kupton se supete tua gjane me te uleta. Dhe nuk e kishe vendosur ti ulesh ato, thjesht ndodhi. Ose verën se frima gjote eshte me e ngadalshme, me e tele, pa pasur nevogje ta mendosh. Trupi jet ndalon se gjetuari negatishmerit e hin në riparim. Kjo eshte a gjokeka me shumë e rëndasi. Gjate biteve, trupi jet ka gjetuar si kur ta ishte në rrezik të vazhdueshëm. Edhe kur nuk kishte kërcenim të vërtete, sistemi jet nervor ishte përgatitur për ta ikur ose për të luftuar. Dhene atë gjengje, trupi nuk mund të riparohet. Nuk mund të rinovohet. Mund të mbigjeto gjavetem, por kur hynë në ketesine e betidajshme. I dergon një mesazh krejt tjetër. I thua, ketu jemi të sigurt, ketu mund të pushojme, ketu mund të sherohemi. Dhe trupi jët, i cili ka pritur këtë mesazh për vite me radhe, përfundimisht mund të lirohet, mund të ndaloje se mbroshturi, mund të filloje të riparoje atë që ishte e thjerë, të balonkoje atë që ishte gjashta ekuilibri, të rinovoje atë që ishte e shtëruar, tensionet lirohen, pozita regulohet, shikimin ndriçohet, filon të veresh se supete tua nuk gjane me akta larta, se nofka gjote relaksohet pa pasur nevoje të kushtosh, se kur shikon veten në paskire, ka diçka ndryshe në sita e tu, diçka kë nuk ishte para disa muaj, prani, gjeta, njëzet e afert me tik gjithashtu e verejne, ndoshta dikush të thote, duke eshi pushuar, ose, ka diçka ndryshet e ti, dhe ti kesh, sepse e di saktesisht se qfare eshte, ke filluar të banojsh për seri në trupin ten. Por me e rëndesish mja nuk eshte e gjashtme, ndihesh si po kthehesh në shtepi. Ky energia gjote nuk shpërndahet me, ky koha nuk eshte me armik, nuk ndalon vitet, ky gjo do të ishte e pamundur, por ndryshon mënyrën se si i banohet. Nuk gjeton me si që do të ishte çdo ditë anjë gare kunder ores. Nuk ndihesh me se trupi jetë eshte anjë armik këtë tradton. Filon të ndihesh se trupi jetë eshte aliati jetë. Kë koha nuk të merr asgjë. Kë gjeta nuk përfundon. Thjesht të lohet. Zbulon diçka ke murgjit e dinin parashekugjësh se plakgja nuk eshte renje. Shtep gjekuri. Si një vere kë behet me e pasur me kalimin e viteve. Si një peme. Rengjet e se ciles behen me të tella me qedostine. Këgjo eshte vërtet vitaliteti. Gjute dukesh i ri. Por të ndihesh i gjale nga brenda. Të ndihesh se qedo frajme marje ka kuptim. Kë qedo hap ka kellim. Kum eksistenca gjote nuk eshte një aksidentas një barre. Shta një dhurate. Dhe qedo dite ke praktikoni ketesine e vetëdejshme,
po zhvilloni atë dhurate, po zbulon stresat e vetes që kishe haruar. Forsa që mendove se ishin humbur. Një këtesi që nuk e digje se ishte i mundur. Dhe një lidhje të thelle me vetë gjeten që e këten qëru moment të zakonshëm në diçka të gjashtë zakonshme. Nuk ke nevoje të besh gjera të medha për tu ndiri gjale. Thjesht ke nevoje të gjesh i pranishëm në të voglat. Uji kujpi. Ajri kje frime merë. Toka kujt të mbeshtet. Qëruk gje behet e shenç të kur e gjeton nga kendra gjote. Nëse e kërkon kete fukit e brendshme shkruaj. Energjia e gruas gjeton në mua. Nëse arrove deri këtu, nuk ishte rastesi. Brenda të gjeton një forse ke nuk plaket, ke nuk humbet, ke nuk shuet. Sa here ke hin në këtesine, e vetëdishme. Trupi jet degjon shpirtin tën, dhe shpirti jet kesh. Ki kanal është një hapesire për shpirtra ke zgjohen. Per ata ke kushtoj nëse rinia e vertet e lind brenda, nëse dëshiron ta e kesh kete rrugë i shokeruar, abono de këndron e kete komunitet drite. Debulosate ke mesuar me kete fraze. Equilibri është për gjetesin e levizje.